Të gjithë e bëni çdo natë, por askush nuk e di pse mbuloheni me jorgan kur flini. Secili nga ne në pozicionin e preferuar për të fjetur, por gjë që kemi edhe një zakon të përbashkët. Asnjë nga ne nuk flet pa u mbuluar me batanie ose jorgan, citon Elthi Saj. Megjithatë, gjatë historisë, shtrati juaj është një luks i rezervuar për të pasurit dhe të fuqishmit, si dhe mbretërit dhe tregtarët. Batania dhe jorganët ishin gjëra universale që përdoreshin nga të gjithë pa dallim, por shkenca jep arsyet e saj pse gjithmonë mbulohemi kur flem. Sipas shkencëtarëve, kur flem thelbësore është temperatura e trupit dhe batania ose jorgani na nevojitet për të na ndalur dridhjet e trupit. Jorgani ruan temperaturën e trupit dhe mbron atë nga ftohja. Shanset janë që ne jemi rritur duke fjetur të mbuluar me batanie, tha drejtori i klinikës së pagjumësisë në qendrën e disorder të gjumit në Universitetin Rochester të New Yorkut, Alice Hoagland. Ajo shtoi se gjumi mbuluar me batanie dhe jorgani ndihmon personat që vuajnë nga ankthi dhe pagjumësia t'i mbajnë larg këto shqetësime.